Ne festuam festën e Krishtlindjes me gëzim të madh dhe folëm për lindjen e dritës dhe shumë gjëra të tjera që përfaqëson Krishtlindja. Por të dielën pas Krishtlindjes kisha na kujtone për diçka tjetër, që realiteti i botës nuk është vetëm gëzimi. Drita lindi dhe erdhi, po errësira nuk e pranoi. Shkoi tek të vetët dhe të vetët nuk e pritën, shkruan Shën Joan Gjellori. Gjë që do të thotë që drita e Krishtit nuk pranohet nga të gjithë. Shumë njerëz do e kundërshtojnë. Dhe Herodi jo vetëm që u zëmrua dhe u errësua shpirti i tij, po desh të vriste edhe vetë foshnjën që kishte lindur dhe vrau 14.000 foshnja të tjera, sepse kur magët nuk u kthyen përsëri në Jerusalem, siç me dinakëri Herodi kishte thënë që kur ta zbuloni yllin dhe të foshnjën, hajdeni të lajmëroni dhe mua që ta adhuroj dhe unë. Siç ndodh gjithmonë, tiranët përdorin gjithmonë dinakërina dhe gënjeshtra. Dhe kur magët ikën dhe nuk u kthyen përsëri, ai u zëmrua shumë. U zëmrua dhe urdhëroi që të vriste të gjithë foshnjat që ishin atje. Ju mund ta merrni me mend se çfarë masakre e madhe. Të vriten foshnje mira nga mosha 2 vjeç edhe poshtë. Përse Herodi kishte këtë zemrit të madh e donte ta vriste? Sepse nëse njeriu zaptohet nga pushteti, shpirti i tij fillon dhe errësohet. Nuk i vlerëson më njerëzit e tjerë se çfarë janë. Të gjithë i shikon jo si persona, po i shikon vetëm si instrumenta për madhështinë e tij. Dhe nuk mund të durojnë dot që dikush mund të vinte dhe mund ta zbriste atë nga froni. Prandaj dhe urdhëroi vrasjet e gjithë tyreve. Edhe shikojini pak me kujdes se si Ungjillori e përshkruan këtë gjë. Nuk përmend ekzekutuesit, se padyshim nuk shkoi Herodi vetë duke i vrarë ato me shpatë, po thotë që Herodi urdhëroi dhe i vrau këto foshnje. E ky është një mësim për gjithë secilin nga ne. Nëse ne nxisim një njerëz të vjedhë, jemi ne fajtorët, më shumë se sa ai. Nëse nxisim njëri që të shpifi, përsëri jemi ne fajtorët. Nëse ne nxisim njerëz për shkak të gënjejnë, jemi ne fajtorët. Prandaj dhe do shumë kujdes në fjalët që flasim, sepse ne mund të nxisim të tjerët, ata mund ta bëjnë, ta ekzekutojnë atë gjë, po fajtorët kryesorë mund të jemi ne. Shpesh edhe pa dashje njerëzit nxisin të tjerë me thashë theme, dëgjojnë një fjalë, e transmetojnë tek tjerët, tjerët tek tjerët dhe përhapet helmi kudo, duke shkatërruar. Është faji i madh kur ne nxisim mëkatet e të tjerëve, sepse do kemi një përgjegjësi përpara Perëndis. Po pse errësira nuk e pranon dritën? Sepse çdo gjë që është në errësirë do që qëndrojë e fshehur. Njëri kur bën vepra të turpshme, vjedh, gënjen e gjithçka tjetër, nuk do që të dalë në dritë, sepse drita tregon gjithçka dhe shihet gjithçka, do në errësirë. Prandaj dhe nuk e duan dritën. Një thënie shumë e vjetër që atribuohet Platonit, po ndonë se në gjithë librat e Platonit nuk gjendet kjo shprehje, ndoshta mund të jetë transmetuar gojarisht, thot këto fjalë. Është e kuptueshme dhe e falshme që fëmijët kanë frikë nga errësira, por tragjedia e vërtetë është kur të rriturit kanë frikë nga drita. Kur njerëzit e rritur kanë frikë nga drita e Krishtit, sepse mendojnë që jeta e tyre do filloj të ndryshojë e nuk e duan atë ndryshim, sepse drita që buron nga Krishti do zbulojë gjithçka që kanë në zemrën e tyre dhe njerëzit nuk e duan këtë gjë. E kjo është diçka shumë e rëndësishme në jetën shpirtërore. Nëse ne nuk e pranojmë dritën, ne jemi vetë që dënojmë veten tonë. E do bëjmë jetë në errësirë, gjithmonë me mërira, me inate, me zelira kundër të tjerëve. E kjo jetë është një jetë e mjerueshme, sepse një jetë që nuk ka dritë, nuk ka as gëzim. E një jetë që s'ka gëzim është një jetë e gjymtuar. Prandaj dhe kisha na kujtone për këtë realitet, që drita e Krishtit nuk do thotë se do duart trokitet nga të gjithë. Edhe ne nëse do jetojmë sipas mësimeve të Krishtit, nuk do na duan shumë njerëz rrotull. Shën Pavli shkruan këtë fjalë dhe thotë: nëse dikush do jetojë në mënyrë të devotshme në Krishtin Jezu, do persekutohet. Nuk thotë që mund të persekutohet, po me siguri që do persekutohet.
Siraku në librin e tij, në urtësinë e Sirakut, nga shkrimi i shenjtë në Dhjetën e Vjetër, thot këto fjalë: Biri im, nëse dëshiron të afrohesh Perëndis, për të shërbyer Perëndis, përgatitë shpirtin tënd për ngasje të mëdha, sepse rrotu nuk do e pranojnë të gjithë atë. Kjo është arsyeja pse shpifen të drejtët, e pse shumë shenjtorë janë shpifur aq shumë, janë përsekutuar dhe janë vrarë, sepse errësira nuk e do dritën. Dhe kur dëgjojmë këto fjalë, ne ndoshta biem dakord me këtë. Po duhet ta shikojmë këtë edhe në jetën tonë të përditshme. E duam në realisht dritën? Duam në që shpirti jonë të ndriçohet nga drita e Krishtit? Apo thjesht e themi vetëm me buzë? Një besim që thohet vetëm me buzë, ose vetëm thjesht në kuptimin intelektual, nuk shëron. Ja të marrim një shembull. Mund të jenë dy të smur dhe ka nevojë për antibiotik. Njëri e injekton antibiotikun dhe shërohet, tjetri nuk e injekton e nuk shërohet. Ndoshta të dy besojnë në fuqinë e antibiotikut, por nuk mjafton vetëm thjesht besimi. Besimi pa vepra, shkruan Shën Jakovi, është i vdekur. Një besim i vërtet është një besim që ka veprat. Prandaj edhe nëse ne duam dritën, duhet ta pastrojmë zemrën tonë dal nga dal. E le ta lëm që të vi në shpirtin tonë drita e Krishtit. Shpeshherë njerëzit ndoshta përpiqen shumë të heqin ca errësira nga shpirti i tyre, por nuk mund ta bëjnë dot vetëm atë gjë. Dhe Shën Porfiri thot një fjalë shumë të bukur dhe të urtë, në mënyrë shumë thjeshtë. Mos u përpiqni të largoni nga zemra juaj errësirën, po vetëm hapni një dritare të vogël, e lejeni dritën e Krishtit ty atje. Dhe kur drita e Krishtit ty në zemrën tuaj, errësira do largohet vetvetiu. Prandaj dhe ne kur flasim për dritën e Krishtit, për lindjen e dritës, dielli i drejtësisë, le të krijojmë një dritare të vogël në shpirtin tonë, që ty ajo dritë e do largoj errësirën. E largimi i errësirës do e çlirojë njeriu. Do japi një thellësi zemrës tij, mendjes të tij, dhe do gjej një gëzim jashtëzakonisht të madh, sepse atje ku është Zoti, atje është dhe gëzimi. Si thot Zoti kujdestarëve të mirë, i thot të lumt kujdestar besnik, hyrë në gëzimin e Zotit tënd. E përdor fjalën gëzim si sinonim i fjalës jetë, sepse një jetë në kuptimin e Perëndis është një jetë që ka gëzim, por një jetë në errësirë nuk ka gëzim. Kur njerëzit mbushen me mërira të kota, inate, zilira, çmira, i shtyn ato që të bëjnë gjëra që s'duhet të bëhen, ai nuk mund të ketë gëzim. Nuk mund të gëzohesh dot ti vetëm duke dëmtuar të tjerët. Në Filokalin, një nga librat, një përmbledhje librash të jetës shpirtërore të Kishës Ortodokse, shumë e njohur në gjithë botën, thonë këto fjalë: luma i njeri që gëzohet me gëzimin e tjetrit. Sepse njeri që gëzohet me gëzimin e tjetrit është i ndriçuar nga brenda. Pa gëzohemi ne me gëzimin e tjetrit? A gëzohemi ne ku dëgjojmë që flitet mirë për një tjetër? Në përgjithësi nuk ndodh. Kur lavdëron ai njeri, shumë fytyra tjera rrotull nxihen, sepse i kap zilia. Nëse ne nuk kemi fuqinë për të gëzuar me gëzimin e tjetrit, do thotë që në shpirtin tonë po mbretëron errësira. Prandaj dhe ungjilli i sotëm është një kujtesë shumë e rëndësishme për gjithë secilin nga ne, për të kuptuar thellë brenda tij, e do ai realisht Krishtin? E do dritën e Krishtit në zemrën e tij, apo vetëm thjesht me buzë nga jashtë? Sepse nëse ne themi që e lavdërojmë dritën dhe brenda shpirtit tonë kemi errësirë, në fakt nuk e duam dritën. Dhe Herodët nuk janë vetëm thjesht tiranët. Herodët janë dhe brenda nesh. Dhe Herodët e brendshëm janë akoma më të rrezikshëm. Kur fillon dhe lind drita e Krishtit në zemrën e çdo njeriu, çdo pasion që kemi ne do mundohet që ta heqë atë. Dikush duke interpretuar nga ana intelektuale që shumë mirë thotë atje, po jeta ka këto vështirësi, gjen justifikime të pafundme që mos ta pranoj dritën. A nëse nuk e pranojmë dritën, si do ndriçohemi ne? Dhe gëzimi i Krishtlindjes nuk do mbaj gjatë. Do jetë a ditë pak nga una e jashtme dhe nuk do jetë një ndryshim i brendshëm. Prandaj dhe ungjilli i sotëm na kujton ne për këtë gjë, që të luftojmë për ta pasur dritën, sepse errësira nuk e do dritën. Dhe errësira nuk vjen vetëm nga jashtë, sepse errësira jashtme mund të luftohet më lehtë. Errësira më e tmerrshme është errësira brenda shpirtit njeriu. Ajo errësirë nuk e pranon dritën, duke gjetur justifikime të pafundme. Prandaj dhe Kisha na kujton për këtë gjë kaq shumë të rëndësishme sot.
që gjithë gëzimi që erdhi shpëtimtari në botë, nuk u prit mirë nga bota. Dhe vazhdon akoma dhe sot nuk pritet mirë. Shumë njerëz disa mundohen ta bëjnë qesharake, sepse nuk e kuptojnë thellësinë e ungjillit. Ungjilli është i thjeshtë sepse është i thellë. Çdo e vërtet është shumë e thjeshtë. Gënjeshtrat janë të komplikuara, por qytetërimi i sotëm i ka bindur njerëzit që e vërteta duhet të jetë shumë e komplikuar. Duhet të jetë filosofi shumë e sofistikuar që ta shpjegoj. Në fakt është e kundërta. Sa më e thjeshtë jetë diçka, aq më e vërtetë është. Nga që Zoti e di emrin e çdo gjëje, flet shumë thjesht, edhe shumë qartë, por shumë thellë, sepse thellësitë më të mëdha janë pikërisht kjo thjeshtësia. Nëse ne do të thjeshtësojmë shpirtin tonë, e do fillojmë ta heqim errësirën, padyshim që do fillojmë të kuptojmë, dhe jo vetëm të kuptojmë ungjillin, por dhe të shijojmë bukurinë e ungjillit. Kushdo që e ka ndjerë bukurinë e ungjillit në shpirtin e tij e kupton se çfarë duhet të themun me këtë fjalë. Nuk ka gëzim më të madh kur ndjen që Zoti është i pranishëm në jetën tënde edhe në zemrën tënde. E Zoti është i pranishëm tek ne vetëm nëse ne përpiqemi të largojmë errësirën. Nuk e bëjmë dot vetëm pa hirin e Perëndis. Prandaj dhe shenjtorët ishin njerëz shumë përulur, nuk mburreshin. Nëse shikoni në një vend që njerëzit mburren për çdo gjë, që historitë e tyre janë sa mirë ka bërë ky, sa keq e ka bërë ai tjetri, Zoti nuk është atje. Aty ku janë thashathemet, shpifjet, mërit, zëmrimet, Zoti nuk është atje. Zoti është atje ku ka ndriçim, e ku ka dashuri, dëmshuri dhe respekt për gjithë njerëzit që janë rrotullnesh. Le të gëzohemi me përparimin e njerëzve tjerë, sepse ky gëzim do na ndriçojë ne më tepër. Duke u gëzuar me gëzimin e tjetrit, do thotë që zemra jonë është e pastër. Le të përpiqemi ta pastrojmë zemrën tonë, që Krishti të lindi brenda nesh. Shën Pavli shkruan e thotë që Krishti duhet formohet brenda jush. Çfarë do thotë kjo që Krishti të formohet brenda jush? Do thotë që Krishti të lindi në zemrën e gjithë secilit nga ne. Nëse shpirti i njeriu të mbarset me fjalën e Zotit, Krishti do lindi në zemrën e tij. Dhe atëherë ai do shijojë e do ngazëllohet nga Krishtlindja, sepse do e kuptoj thellë se çfarë do thotë Krishtlindja për gjithë secilin nga ne. Le të mundohemi të jemi bijtë e dritës, e të largohemi nga errësira, sepse drita që do jetë brenda nesh do na ndriçojë e do na japi gjithmonë gëzim. Amin.